Ishte njëri, po si tha I erë bashortës, Allahu të shpërbleft. Oj zoj, shpije Zotit, begatov, dur të arta që I ke për ushime. Kur s'ja kështë të thonë. Edhe si sot që po flasun, vjen xhami, ai ligjërusi I bekum në atë ditë, po fliste për vlerën e familjes. Dhe I thot, t'ju vi turp, qofse nuk I thoni bashortës së shtëpi zonjë. Të keni turp të madh, nëse s'keni kalu klasë e parë të Islamit që kur bashortja t'ju sjellë ushimin që se ka për detyrë, mos t'i thoni fjalët më të mira që ju vinë memorie dhe në gjuhën tuaj në ato çaste. Ky 10 vjet se kishte bën ajër, tha drejt ka. Sot unë do t'i them bashortës mo që si ka dëgjuar ajër, I shkëndej kishte me një të mirë, po shumë vonë, prandaj them I vlet rive kjo dhe shkoi kështu hapi derën me forcë. Ku je zonjë, tha, jo e pa, kujtoj se o burr tjetër, se kishte thonë asnjëherë. E pa kështu tha, ky ma tha zonja, po ndoshta s'u e dëgjova mirë. Dhe ky edhe shpesh se kurse ke bën ajër vetëm zonjë, tha, mrejt. Ja sjell ushimin. Ushimi këtij edhe I shijoi dhe si shijoi për çfarë si e kishte, kështu dëgjoi ligjërusin në xhami që duhet më I thon zonjë dhe më I thon fjalët më të mira dhe filloi, o duar art, o të bekov Zoti, ç'është ky ushqim kaq I mirë se kam ngrënë asnjëherë. S'të vjen zori, tha ajo sot që e solli komshiam lavdroti më. Pra me vonesë çdo gjë, prandaj I ri që je në xhami të vlen shumë kjo. Se ti kuptosh gjërat para kohës, do të je madhe.